Për çfarë të lutemi në natën e Kadrit? Nata e Kadrit është një mirësi me të cilën Allahu i Madhruar na ka begatuar neve muslimanëve. Prandaj është mirë që këtë natë ta shfrytëzojmë për gjërat që kanë të bëjnë me fen tonë, me shpirtin tonë, me xhenetin. I dërguari i Allahut jo rastësisht na ka mësuar që në këtë natë ne të lutemi duke thënë Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allahu im, ti je falës e do faljem, prandaj më fal mua. Dietarët musliman, duke marrë shkas këtë argument dhe argumente tjera, kanë thënë që nata e Kadrit është më e madhe dhe më e rëndësishme se sa ne ta shfrytëzojmë për të lutur për çështje të dunjas. Duhet ta shfrytëzojmë që të lutemi me tekste të veçantë për botën tjetër, pra që Allah të na falë mëkatet, që Allah të na dhurojë xhenetin, sepse nëse lutja jonë pranohet, ne shpëtojmë dhe shpëtimi i vërtet është shpëtimi në botën tjetër.